Ai njihe për shqiptarët si Shkodrani, për të huajt në Ekuador, ishte thjesht Toni, një emër që ngjall kujtimet e legjendës së krimit Tony Montana. Dritan Gjiga, 49 vjeç deri më 26 maj, ditën kur u arrestuan në Abu Dhabi, ishte një nga shqiptarët më të kërkuar ndërkombëtarisht nga autoritetet ekuadoriane për drejtimin e një rrjeti të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Dritan Gjiga nuk ishte vetëm një figurë izoluar në botën e krimit, ai kishte lidhje të forta me emra të njohur si Dritan Rexhepi, i cili së fundmi u ekstradua nga Turqia në Shqipëri, dhe bashkëpunimi mes tyre sipas autoriteteve ka nisur që nga dita e parë e zhvendosjes së tyre në Ekuador. Sipas raporteve në Ekuador, dyshja banonte në zonën luksoze të San Borondón, një nga lagjet më të pasura të Guayaquilit, ndërsa Rexhepi kishte lidhje të ngushta me kriminalë dhe trafikantë të njohur ndërkombëtarisht. Gjiga kishte zgjedhur një tjetër profil, ato të biznesmenit, që ndërtonte marrëdhënie me figura të larta politike dhe ekonomike, që nga viti 2009 kumbërriti në Ekuador. Gjiga u bë një nga pionerët shqiptar të trafikut të kokainës drejt Europës. Ai ngriti kompani legale në fushën e eksportit të produkteve bujqësore, ndërtimit dhe kultivimit të kanabisit, që në fakt shërbenin si mbulesë për aktivitetin e tij kriminal. Vetëm në Ekuador ai kishte të regjistruara më shumë se 6 kompani, ndërsa në Spanjë kishte themeluar 4 të tjera. Në vitin 2013 regjistroi identitetin ekuadorian në Guayaquil dhe u bë banor zyrtar i vendit, duke forcuar më tej pozitat e tij. Në vitin 2014 hyri në ortakëri me një tjetër shqiptar, Erion Spahiun, në një kompani që merrej me eksportin e produkteve bujqësore, ndërsa më 17 qershor 2021 Gjiga themeloi 8 kompani brenda një dite të vetme, së bashku me biznesmenin ekuadorian Ruben Cherez, i cili më vonë do të gjendej i vrarë në Santa Elena në vitin 2023. Dritan Gjiga nuk ishte thjesht një trafikant, ai kishte arritur të krijonte lidhje të forta edhe me ish-presidentin e Ekuadorit, Guillermo Lasso, një afërsi që sipas autoriteteve e përdorte dhe ndihmonte në zhvillimin e aktivitetit të tij pa shumë pengesa për një periudhë të gjatë kohore.